Duaja që thuhet namaz gjenazës, kur të falet salah i gjenazët, thuhet kjo dua. Allahu në lut me na dhon sukses e me na bë prej atyne që bëhemi shkak me mësu njerëzit. Kjo dua musliman ja u ki bërsh muslimanve, ja ki bërsh babës tanë, nanës tanë, vllaut, motrës, njerëzve, kejt njerëzve që ti merr pjesë në varrimet e tyne, u a ki bërsh kjo dua. Kështu që për ata koncentrau edhe mësue, edhe përhape, edhe thuje, edhe lexoje, edhe ruje në telefonin tanë që kur të shkojsh me një varrim përsërite, thuje. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft me thanë mirë e drejt e na bëh prej atyre që zbojmë gabime. Po mundohena me thanë dy format, do me thanë për mashkuj edhe për femra. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft. Thu duan, e thu kështu. E formën e salah me lejen e Allahut Azza wa Jall do të sqarojna në ditë. Ama sot pëthojna veç duan. E para se më fal namazin gjenazës, gjithmonë hoxha ju kallzon kur thuhet duaja, ti mësua duan. Duaja është kështu musliman. Mas pari po e them për mashkuj. Thu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وعذه من عذاب القبر ose thu min adhab an-nar. Kjo ishte për mashkuj, e pa u monova me thonë pjesë shkurta, foljet në pjesë shkurta, por me kanë melit për ty me mësu me lejen e Allahut Azza wa Jall. Tash po e tham në atë formën se si thuhet kur i vdek, kur i është femër. Është gati e njëjtë, veç se mbaresat ka njëherë ndryshojnë. Thu Allahumma اغفر لها وارحمها وعافها وعاف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وعذها من عذاب القبر أسثوا من عذاب النار. Elusëm Allahun Azza wa Jall me na bë për atyne që e këna thonë drejt, me na bë për atyne që e mësojmë, e thojmë edhe e përsërisëm shumë shpesh, runën e për telefona, sa që kanë në varrim, gjaje, thuje, lexoje, mësoje, në qofë se ti, ki qasi zemre, që e falë namazin e babës tanë, e nanës tanë, dhe kanë e varros për i familjarëve, e nuk dënë që mja u thonë këtë dua, atëre nuk di që ka thama. E lusëm Allahun Azza wa Jall me na falë.